Ka thonë Rasulullah alayhi salam, nëse njeri e blen një tesh me 10 euro, 10 franga, 10 dinar, me 10 e blen, e 9 prej tyne janë halal, veç një prej tyne është haram. Nuk pranohet sala e tina përderisa ka veshën ata. Nuk pranohet namazi tina përderisa ka veshën ata. E lusëm Allahun azza me na ruajt për haramit. Allah na falë të musliman, Allah na nimoft e na drejtoft gjithmonë. Thot Allahu azza wa jall ka për njerëzve që kur I thuhet taqillah, ki frikë Allahun, akhadhathu al-izzatu bil ithm. Krenaria tina, mbulja tina, me dhe me kushamone, e pengon me I thonë ki frikë Allahun. Ky ajet nga shti me folë për çta. Ata që më kanë shkru edhe më kanë thonë që ky hadith është daif, nuk punohet me ta, është sahih, është e vërtet fjala atyne. Do më thonë, unë e kom gabu. A I na mësu që njerëzit me I qitë vitët e huja dhe me I thonë, kjo është gabim, kjo e X. Musliman do të më mësu me qitë vitët e vetëm. Kjo është gabim. Së mos, ku njerëzit e këshyrin. Kjo është gabim. Edhe unë po thonë, kjo është gabim. Hadith është I dapt. Në bazë, njeri do të më rujt për haramit gjithmonë. Në bazë, tesha haram, ushqimi haram. Kjo në bazë është e vërtet. Në bazë njeri gjithmonë me pas kujdes më rujt për haramit. Në këta nuk ka kur farë mos pajtimi. Kejt pajtomi bashkë. Jem të folë për qëtë hadith që e kom përmen. Që kjo hadith është I dapt. Nuk u dasht të në me kalzu. Nuk është dasht me kalzu. E kum kalzu, kum gabu. A ka ma thjesht se kaq? Thot Muhamedi a.s. Zdo bire Ademit gaban. Kejt na gabojmë. E aji që pretendojnë që unë nuk gaboj. Ta shë edhe njëherë, unë kam qef që njerëzit me mësu bashkë me muë që ka njëherë do të më mësu vetës. Shumë shpesh, kur flet për fej, I mëson vetës. Do më thonë, në këtë rast, unë jam të I mësu vetës. Po I mësaj, për Allahun azza wa jall. Thamë, kjo që e kumë thonë nuk është e vërtet. E di që na shqiptarët si na mësu me këta. Po do të më mësu. Do të më mësu që njeri ka ban. E thatë, e kumë lezu Wallahu alem kur. Mësa rëna musliman që më kam ba 22-3 vjetë që ma I hyjbe. Wallahu alem kur e kumë lezu. Ose kumë një pej na imame që Wallahu alem edhe më ka metë. E di, është dash me këshyra dhe njëherë parën se me folë. Pajtohëna. Ki drejt. është dash me këshyra njëherë parën se me folë. Shumë ki drejt. Kumë gabu. Ma thjesht se kaq. Ta shkana jetë. E lusëm Allahun azza wa jall më na falë. E lusëm Allahun azza wa jall më na falë. Në bazë, nuk është ashti për me kanë qartë. Nuk është tragedi në qofë se dikush flet me një hadith dapt. Rasulullah a.s. ka thonë, kallzoni për bitë Izraelit. Nuk ka problem me kallzu për bitë Izraelit. Mos e thuni është ranë, mos e thuni është e vërtet. Veç kallzoni për ta. Hadithi daif nuk ka që është krem nëse kallzon. Ama unë s'pa kjo është dash me thonë kjo hadith, është I dapt, pajtona me juve. A di që e më knaq, musliman. Ju më knaq që kokosh nuk mundet me pengu këtë din. Sa muslimani ka shkru. Hadithi nuk është I mirë. Ku është hadithi? Që kjo është din? Ku e ke lezu hadithin? Kjo është din. Kjo është din. Kjo të knaq, kur ishe muslimant. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kjo mu më knaq ma shumë se sa me papasun e drejt. Kur muslimant janë gjallë, ku është hadithi? Ku e ke lezu? Edhe pse na shqiptarët kanë e retiprojmë, të më hanë, veç dojmë që ashtu, ta ka I nati, ty ka kundër teje, diçka ku e ke lezu, ku e ke mësu. Nuk po folëm për ata, po folëm për ata që intereso dini. Allah azza wa jall ju shpërblet të tanëve. Allah azza wa jall na falë të tanëve. E lusëm Allahun azza wa jall gjithmonë me na nimu për hajr e me na bë për atyne që kur folëm din, mos me na interesu kush e ka mirë, kush e ka keq. Qëllimi jonë është për me kanë fjala Allahut azza wa jall e para. E nuk është interesant kush e ngrit fjalën e Allahut azza wa jall. Unë gjithmonë e paramendoj në luftë. Jem luftë. Edhe ka ra flamuri jonë. Nuk është më interesant kush e ngrit flamurin tonë. Është interesant më ngrit flamuri jonë. Kjo është interesant. Nuk është interesant unë a te. Allah azza wa jall në nimoft të tanëve. Por fund po thamë musliman, më bën halal. Më bën halal. Edhe ma në men. Pe me e ma në men nëse jetë ngu halakit vidë ngu. Që ta unë nuk jam kërkushi me thamë. Po për thamë me gjithat. Së të pa është një hadith që është sahih. Së të pa është një hadith që është I vërtet. Ose Allah në rrujt një ajet. Edhe më shet që unë kom fol, e kom kundërshtu një hadith,
gjuja atë vetë, gjuja ata që ka kënë ngu për me, gjuja me njerë, mos ka po me ngu ma, mos gjithmonë, hadithi i vërtet është dini jonë, është ajo që ka kemë për Rasulit a.s. E lusëm Allahën azuzhel me në do për muslimanët mirë, ma banë Allah është përblet, gjithmonë, kur të pani që kum gabu, shkruni, shumë pak i lezoj, mirë po kur e shoh që shumë vetë kanë shkru rësajna, koncentrona, shkruni gjithmonë kur të sheni që kum gabu, gjithmonë. E lusëm Allahën azuzhel me në do për muslimanët mirë, e lusëm Allahën azuzhel me në animu gjithmonë, ta shtë dhe njerë. Unë e di që na shqiptarët si na mësu me këtë formë, na në mësu gjithmonë me qitë një vjetë të huja dhe me thamë kë ka keq. Jo, vlasni. Krejt e kemë ka njëherë keq. Të tanë. Krejt. Kukosh, përveç Rasulullah a.s. Nuk është i pagabushëm. Këtë na agabojmë. Allah në rrujtë më bape atyne që kur në thët dikosh ki frikë Allahën, me thonë, ti e ba më kalzu muhe. Jo, Allahën. Qysha, ti e ba, ti e vlavi jam, ti e motra jam, ti do të me mënimu muhe. Edhe unë do të me nimu ty, kur gjas jem të bana, dhe se jem të nimu një anë tjetërit me mësu din në Allahut azza wa jall. E lusëm Allahun azza wa jall me na nimu gjithmonë për hajrën e na uzu ka hajre.